Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, alhamdu lak, wa shukru lak, ma damat an-na'ma'u lak, faghfir li 'abdin qala lak, adh-dhanbu li, wal 'afwu lak, wa salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Falënderimi takon Allahut, salavatet dhe selamet I dërgojmë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër dhe motra, jemi sot në këtë ditë prej ditëve të bekuara të muajit të shenjtë të Ramazanit. Së bashku me një nga temat të cilat do ta trajtojmë sot e prej ibadeteve më të veçanta që e ka njeriu gjatë jetës tij, e veçanërisht në muajin e bekuar të Ramazanit. E ky ibadet është namazi I natës, ose që ndryshe në gjuhën arabe është quajtur qiyamul lejl, ose ndryshe salatu tahajjud apo namazi I pasgjumit. Çka është namazi I natës? Kur falet ai? Kur është koha më e veçantë dhe më e mirë për të falur ai? Dhe se përse Allahu nuk na ka obliguar neve, nuk na ka bë farz namazin e natës, do t'i trajtojmë së bashku në temën e ditës së sotit. Çka është namazi I natës? Dietarët kanë dhënë shumë përkufizime sa I përket namazit të natës. Mirë, po më së shumti është përkufizuar kështu. Është namazi I cili e fal personi në pjesën e tretë të natës ose pas namazit të jacis, pasi është ngritur nga gjumi vetëm për të falur namaz për Allahun xhalla xhelalu. Është nga namazet më të veçanta, kur njeriu e ka shpirtin e qiltër, shpirtin e pastër dhe falet për Allahun xhalla xhelalu në kohën prej namazit pas namazit të jacis e deri në kohën e sabahut. Kur është koha më e veçantë për të falur, është në pjesën e tretë të natës. Atëherët kur të gjithë njerëzit janë në gjumë dhe ti e ke takimin tënd me Allahun te baraka wa taala. Dhe kjo është ajo e cila e bën të veçantë dhe e bën të ngritur. Për haditheve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se namazi I natës është më I vlefshëm prej namazeve pas namazeve farze të cilat Allahu neve na ka obliguar. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Aleikum bil qiyamil lejl", ju takon juve që të falni namaz natë, fa innahu da'bu s-salihin min qablikum. Ajo është, domethënë, prej zakoneve të njerëzve të devotshëm që kanë qenë para juve. Përse Allahu te baraka wa taala nuk na ka obligu neve, nuk na ka bu farz, për ndryshe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas obligative. Mirë po neve Allahu na ka lënë sunnet, sepse namazi I natës, ashtu që kanë thonë dietarët, është prej çështjeve që e bën njeriu të dashuruar. Farzet e bojnë njeriu të obliguar, ndërsa namazi I natës e bën njeriu të dashuruar. Vetëm ai person I cili namazi I natës e zgjon dashuria e tij për Allahun, prej atij shtratit ngrohtë, prej kënaqësisë dhe qetësisë që është duke përjetu gjatë gjumit tij, ai ngritet për Allahun te baraka wa taala. Kjo është vetëm dashuria e cila e bën njeriu për me u ngrit. Këtë shije të jashtëzakonshme, çka dietarët e kanë përkufizu edhe janë mundu për me shpjegu, nuk mundet me u arrit ndryshe vetëse duke e provu ato. Nëse nuk e provon, atëherë si ke me e ditë që është namazi I natës? Prandaj për me e ditë namazin e natës, duhet me e provu, me e shiju, me u kënaq me to kur dilsh para Allahut te baraka wa taala. Një person e dha një rast. Prej gale dhe prej derteve tina ish ngrit prej gjumit në ora 2 të natës, edhe po e merr telefonin për me e thirr vllahun e vet, për me I nda, për me I qa hallet me to. Po e thirr edhe nuk po gjen përgjigje. Me siguri ka qenë fjetur. Edhe po mendon me kon me bisedu, me kon me I qa hallet. Kjo është pika ku besimtari duhet me pas kujdes. Te kush po kthehesh ti? Në momentin e galeve dhe sprovave tua, apo kthehesh tek Allahu te baraka wa taala? Ku e ke derën tënde që ti mendon për me gjetë shpëtimin? Qysh ka thonë edhe Imam Sharawi, kohën e përzgjedh ti. Temën për cilën kemi diskutu e përzgjedh ti. Minutat, gjatësinë ti e përzgjedh. Kohën kur dën me përfundu takimin me Allahun, apo ti ke me përfundu. Mirë po varet prej teje se a dën me u taku me Allahun, apo nuk dën për me u taku. Për me I zgjidh çështjet e tua, për me tregu ja Rabbel Alamin, më kanë sprovu,
Ja Rab, më kanë përkufizu, ja Rab el Alamin më kanë blloku rrugët, edhe atëherët kur koha është më e mirë pjesa e tretë e natës, ku edhe ka ardhur në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë se Allahu pyet në pjesën e tretë të natës se a ka dikush që më lutet e t'ja pranoj lutjen, a ka dikush që kërkon falje dhe t'ja fal atij. Dhe kjo është shija e bukurisë që do ta përmbyllim me këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah, edhe vazhdon robi të vajet i vazhdueshëm me nafile derisa ta dua atë, e kjo është arritja e dashurisë, synimi jon, çka e lutim të madhen Allah xhalla xhelalu, çka pas Ramazanit këto vepra dhe ibadete çka jemi duke i bën muajin e bekum të Ramazanit të na u bëhen shprehi edhe vazhdimsi në jetën tonë të përditshme. Elus Allahun të na pranoj agjërimet tona dhe çdo vepër të mirë. Me kaq po e përfundojmë deri në takimin tonë të radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.